Një tjetër rast shqetësues për sigurinë ushqimore është zbuluar në Tiranë, ku inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë bllokuar një sasi të madhe mishi pule pranë një biznesi. Raportohet se AKU ka sekuestruar 738 kg fileto dhe gjoks pule në ambientet e biznesit KMY, pasi gjatë kontrolleve janë konstatuar shkelje serioze të kushteve higjieno-sanitare. Nga verifikimet e kryera, rezulton se mishi pulës, gjatë procesit të ngrirjes dhe shkrirjes, ishte vendosur direkt në tokë. Gjithashtu, magazinimi i produktit ishte bërë pranë një ambienti ku evidentohej pranim myku dhe ndryshku, duke ngritur shqetësime serioze për standardet e ruajtjes. Sipas autoriteteve, nëse kjo sasi nuk do t'ishte bllokuar, produkti do të kishte përfunduar në treg dhe potencialisht në tryezat e konsumatorëve, si mishi konsideruar i sigurt. Pas konstatimit të shkeljeve, AKU Tiranë ka vendosur bllokimin e aktivitetit të biznesit deri në përmbushjen e plotë të kushteve higjieno-sanitare të kërkuara nga ligji. Ndërkohë është bërë e ditur se sasia prej 738 kg fileto dhe gjoks pule bllokuar do të asgjësohet.